Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falenderimet në të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës dërgimi i salavatit për profetin largon dyftërsinë. Në traditën islame, veprat shpirtërore nuk janë vetëm akt adhurimi moral ose ritual, por mekanizma të thellë edukimi dhe pastrimi të brendshëm. Ndër këto vepra, dërgimi i salavatit mbi profetin Muhammad sallallahu alaihi wasallam zë një vend qendror jo vetëm si urdhër hynor, por si një mjet transformues i personalitetit të besimtarit. Tema e sotme, se salavati largon dyftërsinë pra në arabisht nifakun, nuk është thjesht një pohim moralizues, por një realitet i mbështetur fuqishëm në fjalën e Allahut xhaleshanhu, pra në Kur'anin famëlar, në hadithet e profetit të tij dhe të ehlibetit të profetit të tij, si dhe në shumë analiza shpirtërore e psikologjike të fesë së pastër islame. Kur'ani famëlar e ngre salavatin në nivel urdhri hynor, duke e lidhur drejt për së drejti me strukturën e brendshme të besimit. Allahu i madhëruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Vërtet, Allahu dhe ëngjëjt e tij dërgojnë salavat mbi profetin. O ju që besuat, dërgoni salavat mbi të dhe përshëndeteni me përshëndetje të plot. Ajeti 56 i surës Ahzab. Pra ky ajet nuk flet vetëm për një akt gjuhësor, pra vetëm ta themi si fjalë dërgimin e salavatit, por është njëkohësisht një gjendje zemre që të gjithë ne si besimtar musliman duhet ta ndjejmë. Dyftërsia, të nderuar dëgjues dhe shikues, sipas Kuranit, buron nga përçarja e brendshme mes asaj që zemra fsheh dhe asaj që gjuha shfaq, më falni. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Ndër njerëz ka prej atyre që thonë: ne besojmë Allahun dhe ditën e fundit, por ata nuk janë besimtarë. Ajeti 8 i surës Bekare. Pra në këtë dritë, salavati shfaqet si një mjet që harmonizon zemrën me gjuhën dhe me veprën e personit. Dërgimi i salavatit dhe një salavat i vazhdueshëm krijon një lidhje të pandërprer me figurën më të pastër të gjithë njerëzisë, me figurën e profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij. Nuk mund të përmendet vazhdimisht burimi i së vërtetës dhe njëkohësisht të shfaqet ose të ushqehet gënjeshtra në brendin tonë. Pra ose të jemi të drejtë dhe të besojmë në Allahun xhaleshanhu me të vërtetë dhe ta ndjejmë ato, ose është kjo rruga tjetër e dyftyrakut, i cili thotë që e beson Allahun, por nga ana tjetër përgënjeshtron vetë se veten e vet. Hadithet e ehlibetit e thellojnë më shumë këtë kuptim, ku thuhet se profeti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka thënë: salavati mbi mua e pastron zemrën nga hipokrizia dhe e ruan atë nga devijimi. Dhe ky hadith e përkufizon salavatin si një pastrim i plot i zemrës, dhe pikërisht ku zemra, njëkohësisht siç është vendbanimi i ndjenjave të bukura, është edhe vendbanimi fatkeqësisht i dyftërsisë. Dyftërsia nuk lind në gjuhë, por lind në zemër, dhe sa mur organi më kryesor të njeriu që është zemra, dhe e bën ato të kërkojë vetëm interesat e saj, dhe nga ana tjetër e mbush ato me frikë dhe me një ndjenjë të keqe që vazhdon çdo ditë më shumë. Ndërsa nga ana tjetër, salavati, duke qenë një akt që i drejtohet pra Allahut dhe jo njerëzve, e çliron besimtarin nga nevoja për maska shoqërore. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: dyftërsia ka fillim në dyshim dhe përfundim në shkatrim të njerëzit. Salavati nga ana tjetër e përforcon bindjen pa yekinin. Ajo e kujton besimtarin se modeli i jetës së tij nuk është interesi përkohshëm, por rruga profetike e sinqeritetit, e sakrificës dhe transparencës morale. Sa herë që gjuha shqipton salavatin për profetin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zemra përballet me pyetjen: a jam unë në përputhje me atë çfarë unë po shqiptoj?
dhe nga këndvështrimi psikologjik i temës së ditës së sotme, përsëritja e salavatit tregon dhe vepron si një ushtrim i vazhdueshëm vetëdijësimi moral. Njeriu dyftyrës jeton në tension të përhershëm, duke luajtur role të ndryshme sipas interesit të tij. Salavati e çliron individin nga ky konflikt i brendshëm, sepse e ankoron identitetin e tij në një bosh të vetëm, që e çon te fitimi i kënaqësisë së Allahu xhaleshanhu. Kur orientimi është i qartë, edhe personi më pas është i qartë dhe hipokrizia dhe dyftyrësia humbet terrenin dhe nuk është më në atë zemër të atij personi. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë, ai që e shton salavatin mbi profetin dhe familjen e tij, Allahu e pastron nga sëmundjet e zemrës. Këtu dyftyrësia, të nderuar dëgjues, përfshihet qartazi si sëmundje e keqe e zemrës, ku salavati nuk është veç se ilaç sipërfaqësor, por është terapi për këtë sëmundje. Ai e mëson besimtarin të jetë i njëjtë në vetmi, por njëkohësisht edhe në shoqëri, sepse lidhja e tij është me Allahun dhe jo me shikimin e njerëzve. Kurani famëlar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Përveç atyre që pendohen, përmirësohen, kapen fort pas Allahut dhe e bëjnë fenë e tyre sinqerisht për Allahun. Ajeti 146 i surës Nisa. Pra ky ajet e lidh shpëtimin nga dyftyrësia me pastërtinë e brendshme dhe të sinqeritetit. Salavati, të nderuar dëgjues dhe shikues, është një nga format më të pastra të kapjes pas Allahut xhaleshanhu, sepse përmes tij besimtari shpreh dashurinë, besnikërinë dhe bindjen ndaj rrugës profetike, rrugës së profetit Muhammed. Nuk ka vend për dyftyrësinë aty ku dashuria është e sinqertë dhe salavati është shprehja më e përhershme e kësaj dashurie. Dhe në mbyllje të temës për ditën e sotme, të nderuar dëgjues dhe shikues, do doja t'ju thoja se dërgimi i salavatit largon dyftyrësinë, sepse ai e bashkon gjuhën me zemrën, i bën një të dyja së bashku dhe besimin e bashkon me veprën, me individin dhe me modelin më të lartë të sinqeritetit njerëzor. Ai është një akt i vogël në formë, por me ndikim të madh në përmbajtjen e tij, sepse shndron njeriu nga një qenie me dy fytyra në një besimtar me një zemër të pastër. Prandaj të mos harrojmë se salavati nuk është vetëm lavdërimi profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, por është një rrugë drejt shpëtimit, drejt sinqeritetit dhe drejt autenticitetit. Në këtë momente, të nderuar dëgjues dhe shikues, duke u lënë në mbrojtje dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.